çfarë po ndodh në lindjen e mesme, posaçërisht në ngushtisën e Hormuzit, sepse tashmë ai fokusi i goditjeve është shpërndar, nëse herën e fundit kur ishim bashk kishim u godit vetëm Bahrein, Kuwaiti apo Jordania, tani më janë goditur Emiratet e Bashkuara, është futur në lojë Arabia Saudite dhe Huthit. Pra, çfarë po ndodh aktualisht? Ajo që po ndodh është një kaos i koordinuar, pra nuk kemi në një gjë që është jashtë çdo lloj koncepti, nuk kemi rikthimin e një lufte si ajo e para 40, si lufta e Ramazanit, për arsye se kapacitetet të bërë një luftë të tillë aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës i mungojnë, pra një luftë gjatë mund të bëj ka kapacitete ushtarake për të vazhduar një 30 ditësh luftë, pra bombardime të përditshme si atëherë si në luftën e Ramazanit, por nuk do të hyjë kësaj lufte pra me bombardime të përditshme të gjata. Pra do të ketë kështu goditjesh tek këtu ku shumica e objektivave të goditur janë bazat të goditura më përpara gjatë asaj kohës të luftës së Ramazanit dhe bazat të cilat pothuajse janë bosh, pra nuk është se kanë ndonjë farë vlere nga ana ushtarake, por kanë vlerë në aspektin kur ti e përmend si u godit kjo bazë, ajo bazë në aspektin mediatik ato tërheqin me mendje. Po në aspektin operacional nuk kanë ndonjë vlerë se janë baza të goditura dhe baza të cilat pothuajse janë për jashtë përdorimit të braktisura në këtë kohë. Edhe iranianët po godasin të njëjtat baza për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës i ka përqendruar forcat e veta në disa baza kryesore në lindjen e mesme. Dhe këto baza kryesore po vazhdojnë të goditen, por kësaj radhe janë goditur edhe disa objektiv të cilët nuk janë goditur në luftën 40 ditore. Pra, është goditur Omani, i cili nuk ka qenë i goditur në luftën 40 ditore, dhe kësaj radhe në Oman është goditur një radar i që menaxhon, dhe ky radari nuk mbulon vetëm, është një grup radarësh që mbulojnë edhe fluturimet ajrore, por një grup radar edhe një pjesë e një grupit radarëve që mbulojnë edhe kalimet detare. Pra sepse kemi radar detar dhe radar ajror. E qartë. Dhe për herë të parë është goditur ky radar dhe është nxjerrë jashtë përdorimit. Pra ky grup radarësh të vendosur në një vend. Në këtë mënyrë kjo do të thotë që kanë shkataruar mundësinë për të kapur ose për të identifikuar veprimet ushtarake iraniane në ajër dhe për të kapur dhe identifikuar veprimet ushtarake po edhe civile në ngushtisën e Hormuzit, në aspektin detar. Pra, radari detar kontrollon jo vetëm lëvizjet e këtyre varkave të vogla të shpejta të Iranit, këtyre Mosquito Boats, që thonë ata, por kontrollon edhe lëvizjet e anijeve të tjera tregtare që lëvizin në këtë ngushtisë të Hormuzit, në të cilën. Gjithashtu, sepse themi kaos i koordinuar, sepse në të njëjtën kohë, Arabia Saudite ka bërë sikur ka goditur. Pse them ka bërë sikur ka goditur? Sepse Arabia Saudite kishte bërë një deklaratë që në rast se Arabia Saudite ka vënë një lloj embargoi e fluturimi mbi Yemenin, mbi pjesën e Yemenit që kontrollohet nga Huthët. Dhe iranianët e thyen këtë embargo duke vendosur një linjë ajrore direkte midis Iranit dhe kryeqytetit të Yemenit Sana, që kontrollohet nga Huthët. Dhe në momentin që një avion iranian ndodhej në ajër për të ulur në aeroportin e Sanës, duhet edhe gjysmore kohë, Arabia Saudite ngriti 2 avion ushtarak cilët goditën në aeroportin civil. Por gjithë goditja që ndodhi rreth pistës, pra nuk u godit pista, pra në rast se do ta ndalonin, ti në rast se do ta ndalosh një avion që të ulet, ti bombardon pistën e uljes në mënyrë që avioni mos ketë mundësi të ulet. Pra nuk bombardon rreth pistës, gjithçka tjetër e cila nuk e pengon uljen e avionit, dhe avioni pas gjysmore erdhi ul. Prandaj që kemi një kaos të koordinuar në këtë aspekt. Pra jepet ideja se po hym në një kaos. Ky kaos është i koordinuar sepse goditjet janë të koordinuara në ato pika që të mos bëjnë ato dëme të cilat pretendohet bëjnë të çojnë një luftë tjetër më të madhe. E qartë. Dhe gjitha kjo ka të bëjë me çështjen e naftës dhe të nën produkteve të naftës që lindin. Pra, jemi sërish ka filluar rritja e çmimit dhe kjo rritje e çmimit sjell përfitime të mëdha. Pra, Trumpi gjatë gjithë kohës përse është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk ka vepruar ndonjëherë si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në aspektin më tepër ka atë konceptin e tij ekonomik, si një biznesmen. Pra, shef çështjen e fitimit. Me marrëveshjen e mirëkuptimit që kishin bërë, ka një pikë me marrëveshjen e mirëkuptimit që thotë që brenda 60 ditëshëm fluksi i anijeve që do të kalojnë në ngushtisën e Hormuzit duhet të mrrijë në nivelin e fluksit të cili ishte para fillimit luftës. Po, brenda 60 ditë. Dhe ky 60 ditësh, pastaj në aneks specifikoi që në 10 ditëshin e parë kaq, në 20 ditëshin e dytë, në 10 ditëshin e dytë kaq, në 10 ditëshin e parë. Ky numër kishte rritur dhe ky numër kishte vazhduar të rritet dhe në këtë moment Kuwaiti, Iraku, e gjithë filluan të shisnin naftë.
Dhe këtë naft fillon ta merrte edhe vendet e Evropës, edhe Kina, edhe vendet e tjera. Pavarësisht se ky kaos nuk e pengon Kinën edhe Rusinë, sepse anijet kineze dhe ruse nuk janë ndaluar as në 40 ato 40 ditë dhe nuk ndalohen as tashmë. Që të kalojnë në ngushtisën e Hormuzit. Nuk ka kapacitet të ndalojë askush. Anijet ruse dhe kineze. Bëhet llaf për gjithë pjesën tjetër të botës, që mbetet e varur nga kjo. Dhe në këtë moment filloi tregtia e këtyre vendeve. Atëherë, po të shihni, Trumpi ka javës që vjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të udhëtoj kryeministri i ri iraken. E qartë. Do të jetë i ftuar në Shtëpinë e Bardhë ku do të nënshkruan një kontratë në Shtëpinë e Bardhë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me firmat amerikane, janë 4 firma amerikane të vendosura në Texas, të cilat do të marrin përsipër rindërtimin dhe rirregullimin e tubacionit të naftës që shkon nga Iraku në Siri dhe del në një port të Sirisë. Po, në portin e Anabas në Siri. Duhet kem hartë aty, është një me një vizë që sqaron. Kjo është. Pra vjen nga Kirkuku, po, ky tubacioni dhe përfundon në portin e Banias në Siri. Ky nuk është një tubacion, pra një naftsjellës nuk është i ri. Ky është ndërtuar për të parë në vitin 1956. Dhe ka funksionuar deri në vitin 1970, në vitin 1980, kur nisi lufta me Irak-Iran. Dhe duke qenë se Siria në atë kohë mbajti krahun e Iranit, ky tubacion u ndërpre. Pastaj është vendosur gjatë më pas, tek tu ka funksionuar disa kohë, por në vitin nga viti 2013, edhe mbrapa pothuajse është shkatërruar pjesa më e madhe e tij. Dhe është bërë një studim, për këtë duhet 3 vjet që ky tubacion të hyjë në fazë funksionalitet të plot. Por ama nuk do të thotë se për 3 vjet do të kemi këtë luftë në e rëndësishme është që ti të nënshkruash kontratën. Dhe kjo kontratë do të nënshkruhet javës që vjen. Me kryeministin e ri të Irakut. Me kryeministin e ri të Irakut do ta nënshkruajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës rindërtimi i këtij tubacioni, i cili do ta kalonte të gjithë naftën që Iraku tashmë kalon nga Kirkuku dhe e ndan në 2 drejtime. Ç'po bëhet? Pra, nafta që del në Kirkuk shkon, një pjesë shkon në drejtim të ngushtisës Hormuzit atje në gjirin e Hormuzit, ku shkon atje ku mbushet me anije, pra po këtje nuk shkon me tubacion, shkon me autobote. Kurse një pjesë e autoboteve dalin dhe shkojnë në Turqi, pra i merr Turqia. Pra në këtë ndahet, dhe tash Shtetet Bashkuara të Amerikës çfarë po duan të bëjnë? Pra të mos shkojë as në ngushtisën e Hormuzit të dali këtej. As në Turqi. As në Turqi, po të kalojë një tubacion i cili do ndërtohet nga 4 firma amerikane. Pra logjika ekonomike e Trumpit, pra. Logjika e një biznesmeni. Dhe në momentin që ti nënshkruan kontratën, këto hyn. Po çfarë do të thotë kjo kontratë? Kjo do të thotë kontratë, do të thotë që nesër. Dhe pse këtu ka një problem të madh? Kjo kontratë do të thotë që Siria, pra kur kalojnë kjo pjesë e Sirisë, që kalon mes përmes Sirisë. Këtu. Kalon në zona të banuara me sunit dhe kalon në zona të banuara me kurd, një pjesë e kësaj, dhe pjesa tjetër këtu janë pothuajse këta, mund të themi Alevitët, po. Komplet kjo pjesë. Pra do të thotë që në këtë moment Siria i duhet një vend stabil, pra nuk duhet të ndahet. Pra do thotë të gjitha pretendimet e Izraelit për ta çuar Sirinë drejt një konflikti tani më të brendshëm midis Turqisë dhe Izraelit në Siri, e cila do të shkatërronte këtë projekt ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tani më kësaj, në moment që kjo marrëveshje shkruhet, i vjen fundi këtyre gjërave. Idesë së çarjes të Sirisë. Okej. Dhe e bllokon Izraelin, i bllokon Izraelit një pjesë të ëndrrës vet për të bërë Izraeli mall, cili parashë marrjen e ndarjen e Sirisë. Po. Në këtë. Dhe shman konfliktin midis Izraelit dhe Turqisë në këtë pikë. Nëpërmjet këtij tubacioni. Dhe po ama shkakton një problem për Izraelin. Një problem i cili me anë të lobimit mund të shkaktojë Trumpit probleme të mëdha. Dhe për këtë arsye Trumpi tashmë çfarë duhet të krijojë idenë një lufte sërish me Iranin. Dhe prandaj është drejtuar Kongresit. Po. Sepse kam ato letrën e Kongresit. Sepse gjithë problemi Trumpin e ka me Kongresin, për arsye se ky Kongresi para disa kohësh bëri një rezolutë e cila i ndalonte presidentin që të bënte luftë sërish me Iranin ose me vende të tjera në gjirin persik pa miratimin e Kongresit. Dhe tashmë duke qenë se kanë kaluar afati kohor që duhet, pra nga bërja një lufte të një tjetra, sepse në moment që ti e ndal, pra kur nënshkruan memorandumi, në atë moment llogaritej e ndërprer afati kohor prej 90 ditësh. 90 ditë që është afati. Pra dhe tashmë Trumpi e ka lejuar të kalojë, ka kaluar 40 ca ditë dhe në këtë moment atë un kam sërish dhe e shpalltë.
Për dy arsye. E para, duke futur në këtë gjë. Pra duke futur në këtë dhe duke dashur të përfshijë edhe Kongresin në këtë. E para tregon që Trumpi ka probleme me Kongresin. Ka probleme me Kongresin Amerikan. Pra nuk i ka të gjithë siç i kishte në një linjë, në kuptimin e miratimit dhe të mbështetjes të vendimit për luftë. Dhe për këtë arsye kërkon t'i vëjë ata para faktit kryer. E dyta, ka probleme me lobin izraelit të Shtetit Bashkuar të Amerikës sepse ky tubacion që do pra siç e shpjeguam, e nxjerr jashtë loje Izraelin në Siri. Projektin për të ndarë totalisht në këtë aspekt. Dhe jep fund një konflikti në Siri midis Izraelit dhe Turqisë. Nëpërmjet këtij tubacioni. Sepse janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që është interesi i tyre direkt sepse janë vetëm firma amerikane që do ta ndërtojnë këtë. Pra nuk janë firma të tjera. Është direkt interes amerikan në këtë aspekt. Dhe për të anashkaluar goditjen e lobit izraelit, i duhet që të përfshi Kongresin në këtë, pra që unë nuk po shpall luftë Iranit, po jam në një gjendje lufte me Iranin. E para dhe e dyta, pikërisht, nuk i shpall luftë. Sulme mbrojtëse. Pra, te ajo që thamë në fillim, pra nuk do të kemi një luftë, sepse po të hymë në një luftë, maksimumi 30 ditë ka kapacitet. Kurse po të jemi në këto, pra sulmoj sot, po sulmoj pas 2-3 ditësh prap, mund të zgjasim një vit. Jemi në sulme mbrojtëse. Pra, në këtë aspekt e përdor këtë me miratimin e Kongresit pra sulme mbrojtëse dhe vazhdojmë në këtë mënyrë për disa arsye. Arsye e parë është që edhe Kongresin ta bëjë në një linjë me vete në këtë aspekt. Pra, mos ketë probleme politike sepse po mendon edhe për zgjedhje Trumpi, pra në nëndor janë zgjedhjet. Pra është duke menduar edhe për atë. Dhe në mënyrën që i bën bashkë Kongresin, atëherë ky garanton fitore në zgjedhje në nëndor. Sepse nuk mundet nesër që pala atje dali thotë që ta përdori gjatë fushatës që ti po bën luftë, ndërkohë që ti ke pranuar në këtë aspekt. Pra e fut në këtë pikë. E dyta, e rreshton lobin izraelit, e fut në një, si më thën, i jep atyre një pozicion dhe i thotë këtu qëndroni dhe mos dilni më, pra sepse deri më tash keni bërë çfarë keni bërë, po stop. Dhe për këtë i duhet Kongresi që të ndalojë lobin, sepse Kongresi lobi funksionon si lob mbi Kongres. Pra të bjerë ky presioni dhe ta akordohet dhe ta marrë këtë. E treta, për çfarë i duhet? Ka ndodhur një ngjarje shumë interesante në të gjithë të kuadër, pra të gjitha ngjarjet janë të lidhura me njëra tjetrën. Trumpit i duhet përfshirja e Kongresit dhe futjen në një gjendje lufte për të rritur nivelin e sigurisë. Dhe pse i duhet një gjë të tillë? Atëherë, ka pasur një tentativë për eliminimin e Trumpit, sërish. Ka pasur një tentativë? Po, tentativa për eliminimin e Trumpit ka qenë në Turqi. Është e vërtet ajo, Dritan? Po, Trumpi ndroi avionin, erdhi avioni tjetër urgjentisht dhe nuk fluturoi më me avionin e ri. Po fluturoi me avionin e vjetër Air Force One. Ç'a ishte kjo, Dritan, se? Pra, ishte parashikuar që avioni i ri që i ka dhënë Katari mendoi që informacioni përcaktonte që ky avion i ri ka pasur, nuk i kishte të gjitha kapacitetet për të mbrojtur presidentin e Amerikës. Në momentin që të ngrihej nga Turqia dhe mund avioni të sulmojë, të psonte një ndërhyrje kibernetike dhe avioni të rrëzohej së diçka tjetër. Për këtë arsye, nuk fluturoi me avionin e ri, po soll avioni i vjetër i cili normalisht është i mbrojtur nga gjitha dhe fluturoi sërish me avionin e vjetër në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në të njëjtën kohë që fluturoi me këtë. Kemi një nga senatorët më kryesorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Lindsey Graham. Po. Senatori i cili i frynte luftës, i frynte Izraelit madh, çështjes së Izraelit madh, i frynte luftës me Iranin, i frynte luftës me Ukrainën, i cili udhton në drejtim të Ukrainës. Dhe vdes. Pavarësisht se vdekja thuhet që ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, orari i lëvizjes nuk përputhet me vdekjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe deklarata e Trumpit pas vdekjes së tij thotë që e kisha mik, por ai donte që lufta në Ukrainë të vazhdonte pafund. Pra është deklarata e Trumpit. Dhe Lindsey Graham po paraqiste dhe kishte bërë gati një projekt ligj për ta paraqitur në Senatin Amerikan, më pas edhe në Kongres, pothuajse në të dyja dhomat, që Shtetet Bashkuara të Amerikës të vinë disa sanksione të reja ndaj Rusisë dhe të angazhoheshin për prodhimin e raketave Patriot për nevojat e Ukrainës në Ukrainë. Po, lajm interesant. Pra, kjo e fuste Shtetet Bashkuara të Amerikës direkt në një konflikt të armatosur me Rusinë, gjë që Trumpi është munduar ta shmangi prej ditës parë që ka ardhur president. Pra, dhe vazhdon ta shmangi. Dritan, kjo e fuste po thua? Absolutisht. E fuste direkt në nëse do miratohej gjithmonë. Po pra, po këtu është problemi sepse Trumpi nuk e kontrollon dot më Kongresin. Prandaj është drejtori i Kongresit. Edhe Senatin. Sepse Lindsey Graham i përket lobit izraelit, biles me një deklaratë të tij,
të paracakosh thoshte që unë parsore kam Izraelin, pastaj kam Shtetet Bashkuara të Amerikës. Deklarata e tij. E vërtet. Pra, dhe ky lobim ishte bërë aq i fuqishëm sa mund ta çonte drejt një lufte. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht nuk kanë interes të në luftë me Rusin. Dhe për këtë arsye duhet ky kaos i kontrolluar në Iran, i cili shërben njëkohësisht edhe Iranit edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse i shërben Trumpit në veçanti, po edhe Iranit në veçanti. Duke futur në këtë lloj konflikti të zgjatur. Pra jo një luftë, po një lloj konflikti i tillë i zgjatur, atëherë ç'a bën? Deri më sot, po të shohësh gjitha mediat botërore kanë thënë që Trumpi doli humbur nga konflikti me Iranin në momentin që nënshroi këtë memorandumin. Po. Atëherë ç'a bëm? Si dalim nga ky memorandum? Duke hyrë në një konflikt tjetër. Në mënyrë që ta rinegociojmë sërish këtë memorandum. Sepse mënyrë tjetër për të rinegociuar memorandumin ti nuk ke. Duhet të prishësh të parin që të hysh të rinegociosh një të ri. Po si do ta prishësh parin? Duke hyrë në një konflikt të ri. Po jo direkt në luftë totale, por në një luftë shumë të zgjatur. Dhe Trumpi thotë ne bllokojmë ngushtisën e Hormuzit dhe këtej mbrapa gjithkush që do kalojë të pagojë 20%. Po. Ndërkohë që nuk është i mbyllur ngushtia e Hormuzit. Pra, në rast se do kalosh do pagosh 20% të Trumpit, po do pagosh edhe 10% të iranianët. Dhe kur ky çmim i naftës rritet, atëherë të gjitha tregjet dhe të gjitha kompanitë e naftës përfitojnë. Absolutisht po. Pra kemi një kaos të kontrolluar për përfitime financiare, ku më së tepërti përfiton Trumpi ose dikush tjetër i lidhur me Trump. Pra gjitha kompanitë e naftës që po hynë në lindjen e mesme dhe që ekzistojnë në lindjen e mesme me këto kompanitë amerikane, kineze, ruse, gjithçka këta fitojnë. Prandaj është një kaos i kontrolluar për përfitime të mëdha ekonomike, por edhe për të bërë disa rregullime dhe estetike politike për nevojat e tyre në të ardhmen, por edhe për të shmangur një konflikt tjetër më të madh, pra konflikti midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë. Që mund të ndodhte nëse. Mund të ndodhte nëse. Shumë interesant, po kjo dritan, kjo tentativa për atentatin ndaj Trumpit, se nuk është tentativë, është një tentativë. Pra, nuk të themi atentat, po është një lajm. Paktën izraelitët e kanë njoftuar sipas mediave që mund të ketë një përpjekje për... Po kjo është përpjekja. Pra, në momentin që ti, për arsye sigurie, ndron në 12 orëshin e fundit, mënyrën e lëvizjes të presidentit, e cila është parashikuar që më përpara në protokoll, pra do me thënë që niveli sigurisë është cënuar, siguria e presidentit është cënuar. Dhe në këtë moment, kur cënohet siguria e presidentit, atëherë automatikisht ajo konsiderohet një atentat mbi jetën e presidentit. E qartë. Dhe në rast se do të kishim një atentat mbi jetën e presidentit të ndodhur në Turqi, atëherë çfarë do të bënte? Kjo do të fuste gjithë botën në një konflikt, sepse në këtë moment mund të akuzojë Turqia, e cila nuk garantoi jetën e presidentit, e kishte marrë përsipër sepse organizoi NATO-n, mbledhjen e NATO-s, mund të akuzojë Irani në këtë moment, po edhe Rusia, sepse ndodhte NATO trekëndësh. Dhe në këtë moment e fuste gjithë botën në një konflikt botëror i cili do të përfundonte pastaj. Po, kjo si do mund të përfundonte. Për këtë arsye, të gjitha këto lëvizje që shihni, që thash, janë lëvizje në këtë aspekt. Dhe që të gjitha këto nesër të mos ecin, atëherë ti krijon një diversion tjetër. Dhe diversioni është bëjmë sikur hym luftë me Iranin. Dhe përfitimet ekonomike të gjitha palëve janë përfitime, vazhdojnë nuk cënohen, por mbesim në këtë. Dhe përse duhet edhe Arabia Saudite, sepse Arabia Saudite ka shitur deri tash naftë dhe në rast se do të vazhdonte vetëm të bllokojë vetëm kjo. Arabia Saudite e shet naftën dhe gjithë nafta që kalon në Arabinë Saudite, që shet Arabia Saudite kalon në Bab el Mandeb. Po, kam një hartë tjetër aty regjia. Nuk mund të lihej duke qenë se të gjitha vendet e tjera të Gjirit Persik do të bllokoheshin bllokohen nga ky ringjallje e këtij konflikti midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Atëherë këtu nuk mund të lihej Arabia Saudite jashtë. Por Arabia Saudite jashtë si mund të ndali? Vetëm në mënyrën që Arabia Saudite ta nxiste këtë vetë dhe Arabia Saudite e nxiti këtë vetë. Pra si shihni, këto janë ato që janë goditur dje. Pra, këto bazat, kjo baza, US Long Range Radar, US Naval Logistic Port, janë për herë të parë të goditura. Nuk janë goditur asnjëherë këto të dyja. Nga Irani. Në Oman, nga Irani. Kurse janë herë parë janë goditur. Dje, këto të dyja. Radari, ë? Po, të dyja. Dhe në portin e Xhedas tu mbushet nafta që vjen nga Arabia Saudite. Dhe në rast se atëre, gjitha vendet e tjera të OPEC-ut dhe të lindjes mesme, normalisht në këtë moment i kanë kërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës që përse Arabia Saudite mund ta ketë këtë favor. Dhe për të mos bërë një përçarje midis vendeve të Gjirit, në mënyrë që nesër këto të bëjnë kontakte dhe marrëveshje direkte me Iranin, atëherë çfarë bëhet? Arabia Saudite godet Hutët godasin Arabinë Saudite dhe Hutët kanë deklaruar që ne do ta bllokojmë Bab el Mandebin. Pra anijet më nuk do kalojnë këtu. Pra bllokohet edhe Bab el Mandebi në këtë pikë. Dhe ky bllokim pastaj do të sjellë
një rritje të çmimit të naftës në të gjithë aspektin e saj dhe do të sjellë sërish një ulje në tavolinë që do të zgjasi, do të fillojnë këto kalimet sërish me pagesa, pra çdo gjë do të vinë në rritje dhe të gjithë ta që kontrollojnë këtë çështjet ekonomike të naftës janë përfituesit më të mëdhenj. Regjia ishi mirë aty se Babel Mandedi atje ku bllokohet Babel Mandedi. Dritan, ndërkohë në Iran çfarë po ndodh se dje dhe aktualisht se tham pra përfitimi ishte vështirë pra Trumpi për te Irani, të shpjegojmë çështjen e Iranit, pse janë përfitues Irani në këtë aspekt edhe Irani. Aktualisht çfarë bën? Edhe Irani ka pasur probleme të brendshme për çështjet e këtij memorandumi. Pra, një pjesë e politikanëve, një pjesë e popullit kanë akuzuar qeverinë që ka lëshuar pedhe presidentin Pezeshkian edhe Arabsin edhe Galibafin. Shkohet në këtë pikë dhe tashmë në futjen e këtij konflikti të ri. Askush nuk mund të thotë më sepse kjo bie kjo memorandum. Pra s'ka më vlerë memorandumi. S'ka më përgjegjës, s'ka më asgjë në këtë memorandum. Dhe e dyta çka ka bër? I ka dhënë mundësi në këtë aspekt sepse deri tashti me këtë memorandum Irani nuk mund ta ndihmonte Libanin, pra dhe Hezbollahun në Liban në luftën kundër Izraelit. Izraeli ka vazhduar të godasë Hezbollahun në Liban, ka vazhduar luftime, ka vazhduar të prishë, pra nuk e ka respektuar këtë memorandum. Dhe Irani deri tash nuk e ka goditur Liban, Izraelin për shkak të kësaj gjë. Dhe çka ka bërë tashmë? Kjo prishja e këtij memorandumi, dalja e këtij memorandumi, i jep mundësi Iranit që nuk është më i lidhur me këtë memorandum. Dhe në këtë pikë Irani tashmë mund të marrë veprime ndaj Izraelit për çështjet e Libanit. Dhe çka kanë bërë? Në momentin që ra ky memorandum, Irani hapi për herë të parë që nga fillimi i luftës parlamentin, sepse kishte mbyllur parlamentin. Dhe parlamenti është mbyllur dhe sot në parlamentin iranian do duhet diskutohet dy çështje kryesore, ngushtica e Hormuzit dhe Libani. Pra do dalim me rezolut. Dhe kjo rezolut nesër merr një fuqi tjetër ligjore që i jep të drejtë Iranit që të mbrojë Libanin si diçka tjetër. Pra, në këtë aspekt Trumpi po mundohet ta mbajë Izraelin diku nëpërmjet Kongresit, diku nëpërmjet presionit që Irani mund t'i bëjë Libanit, që Irani mund t'i bëjë Izraelit nëpërmjet goditjeve, që cilën tashmë nuk mund ta bënte për sa kohë ekzistonte memorandumi. Në momentin që bie memorandumi, Irani nuk është i lidhur më me zinxhir ndaj Izraelit sepse s'ka çfarë lidh më. Dhe në këtë aspekt e përdor presionin e tillë që Trumpi të jetë më i lirë në vendimarrje dhe ta ketë rrugën më të kollajshme për zgjedhjet e nëndorit. Prandaj vetëm është një kaos i kontrolluar që ju shërben të gjithëve, por që bie në xhepat e gjithë pjesës tjetër të botës dhe kryesisht të Evropës, sepse anijet të cilat do të paguajnë, pra anijet kineze nuk do të paguajnë asnjë lek te Trumpi, as te Irani nuk paguajnë lek. Anijet ruse nuk paguajnë lek as te Irani as te Trumpi. Pra këtë ta kemi të qartë. Të gjitha anijet e tjera që çojnë naftën në gjithë vendet e tjera të botës, përfshi edhe Evropën, janë detyruar të paguajnë. Pra kosto e Evropës i bie lart. Pse i bie lart kosto e Evropës? I bie lart në mënyrë që Evropa atëherë i bie që të marrë një kosto kur të paguaj këto 20%, i bie që i bie të marrë një naftë pak më të lirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se sa të vita marrë këtu. Pra të mbetet gjithnjë e varur te Shtetet Bashkuara të Amerikës e Evropa. Pra në këtë aspekt dhe plus që loja është e qartë loja, nuk për çfarë bën një goditje tjetër? Gjatë goditjeve të para 2 ditëve kanë goditur edhe një pjesë të ajo harta me ato pikat e kuqe e regjia. Kanë goditur edhe një pjesë të Ekurrudhës që shkon nga Teherani, një pjesë të Ekurrudhës që shkon nga Teherani në Kinë. Pra Ekurrudha që ka qenë. Ajo që Ekurrudha që shkon në Kinë, pra që shkon këtej, në Turkmenistan e këtej. Kjo Ekurrudha që kalon këtu edhe ikën këtej. Është goditur në 2 pika. Ekurrudha tashmë për një javë ata do rivendosin prapë iranianët. Po duke qenë se është goditur në 2 pika, është bllokuar dhe në momentin që janë bllokuar prish Ekurrudha, kinezët të nesmen, ditën e nesme, kanë bllokuar shitjen e 9 mineraleve të rralla kompanive amerikane. Janë minerale të rralla që duhen amerikanëve për të prodhuar raketat Tomahawk, JSM edhe Prism. Për shkak goditjes. Për shkak të kësaj goditje. Dhe tashmë amerikanët dje kanë bllokuar atë, dje në mëngjes kinezët kanë bllokuar shitjen dhe në drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës ne do vendosim bllokadën sërish në Hormuz me tendencë që po bllokojmë anijet kineze. Pra, lufta diplomatike. E qartë. Sërish, pra veprimet që shohim neve janë veprime sipërfaqe, në Rogos ka përplasje tjera. Përplasje të mëdha. Dritan, ndërkohë se po mendoja atë tubacionin që ti fole për Irakun. Po lexoja në Wall Street Journal që Iraku po bëhet një nga shtetet që e rëndësishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes të cilit ata do t'i bëjnë presion Iranit. Regjia dhe ajo të harta përpara, të lutem.
Pra, Iraku dihet që ndodhi ajo që ndodhi. Pavarësisht se po paraqitet. Jo, dua ta lidh me këtë Dritan. Edhe me një koment që unë dëgjova një nga këto, është një profesor i famshëm kinez që ja harroj shpesh emrin, por që thoshte që pavarësisht se thuhet që Bashkuar e Amerikës do bëhen gati të hyjnë me trupa, dhe ai flet për 850.000 trupa, po gjithsesi unë e lidha këtë me situatën me që jemi këtu te kufiri. Si e shef si skenar? Nuk ka asnjë mundësi që Shtetet Bashkuara të Amerikës të hyjnë me trupa në Iran. Nuk ka asnjë lloj mundësie ushtarake dhe operacionale, pra të hysh me 850.000 trupa në Iran. Po, pra i thon gati më. Ai thot pavarësisht se zhduket SBA po bëhet gati për këtë. Po nuk po bëhet gati SBA për këtë sepse nuk ka asnjë kapacitet të hyjë me 850.000 trupa në Iran. Okej. Sepse që të hyjë me këto 850.000 trupa duhet të sjellë këto trupa në Irak. Nuk mund të vendosë gjithë kjo pjesa e Irakut, hiq Kirkukun dhe këto pjesa që janë pjesë kurde, komplet kjo pjesa tjetër në kufi me Iran janë pjesë shiite dhe janë pjesa më luftarake shiite që ndonjëherë, të cilët kanë edhe ushtrisë të tyre, kanë forca të tyre ushtarake, janë pjesë milicit shiite, të cilat janë pjesë ushtrisë, po, proxy. Pra, nuk ka asnjë lloj shansi që të jetë si skenar, pra duhet të fillojë një luftë brenda Irakut, pastaj të mund të hyjë, pra nuk ka asnjë lloj kapaciteti për ty, pra është jashtë çdo lloj opsioni që ai thotë. E dyta, amerikanët nuk do ta bënin një vetvrasje të tillë, sepse do të çonin trupa amerikane në humbje, pas një lloj justifikimi, pas një lloj mundësie për të mbrojtur. E dyta, edhe qeveria irakene që është qeveri shiite, pra duke me edhe kryeministri tashmë, është shiit. Po është një nga ata shiitët që e pranon Amerika. Dhe është vendosur me këmbguljen e Amerikës. Po ama është shiit. Dhe çfarëdo lloj konflikti që të ndodhte në Irak, do ta çonte Irakun në ndarje. Në qartë. Dhe në moment që çonte në ndarje, përfituesi do të ishte Irani, sepse kjo pjesë që janë shiit, pavarësisht se janë arab shiit, nuk do të bashkoheshin askujt tjetër përveç se Iranit. Kështu që dhe kjo që është jashtë loja me Irakun nuk ekziston fare. Kushdo që thotë është jashtë çdo lloj opsioni dhe çdo lloj logjike njerëzore që ta çonte në të. Dhe fakti që amerikanët do nënshkrojnë këtë marrëveshje për ndërtimin e kësaj, e nxjerr jashtë lojë vendosjen e 850.000 forcave këtu për të sulmuar nesër Iranin. Po. Sepse nuk mund ta ndërtosh këtë gjë këtu. Dakor. Dritan, ndërkohë se duhet ti konsumojmë gjitha këto opsionet që janë tavolinë, se zakonisht qytetarët bombardohen me skenar që prandaj jemi këtu për të thënë të vërtetën rreth atyre. Ndërkohë, si po e shikon se ajo çështja e Lindsey Grahamit ishte shumë interesante dhe na çon tek një konflikt tjetër që gjithashtu gjatë kësaj periudhe duket se ka evoluar, të paktën me që raportohet media, në kuptimin e sulmeve që bëhen shpesh nga ana e Ukrainës nëpërmjet dronëve, sulme që janë shtuar, ndërkohë nga ana e Rusisë ka patur gjithashtu goditjet një pas njëshme. Çfarë po ndodh me këtë konflikt? Konflikti në Ukrainë vazhdon me të njëjtin ritëm, i cili ka qenë pothuajse që nga shtatori i vitit që shkoi. Këto goditjet e Ukrainës në drejtim të objektivave energjetik rus, pra kryesisht objektiva energjetike ruse, në thellësi të territorit rus, janë për treguar që Ukraina po reziston, Ukraina po ashtu, pra për interesat më shumë politike të jashtme dhe të brendshme të Ukrainës, se sa kanë efekte ushtarake mbi Rusinë. Nuk kanë asnjë efekt në aspektin e luftës, nuk mund ta ndryshojnë rrjedhën e luftës. Rusia edhe ajo po kundërpërgjigjet në një mënyrë, për kundërpërgjigjja e Rusisë gjithnjë është më e fuqishme se sa kapacitetet ukrainase, pasi Rusia ka kapacitete më të mëdha ushtarake për të kundërpërgjigjur dhe aftësi më të mëdha ushtarake, por njëkohësisht po ecën edhe në terren. Pra në terren trupat po ecin në drejtime të ndryshme. Pra nuk mund të them që ka nisur një ofensiv, se nuk është ofensiv, por është ajo që njihet në aspektin që prerja në 1000 copa. Pra ecet në grupe të vogla, ecin përpara dhe avancimi vazhdon. Pavarësisht se është i ngadalt, për arsye të zhvillimit të luftimeve dhe të aspektit operacional dhe taktik që ka marrë tashmë lufta me futjen e dronëve, me futjen e teknologjive të reja, me kontrollin e madh që ka mbi fushën e betejës, pra gjitha këto e bëjnë të pamundshme avancimin me hapa të mëdhenj. Pra, ka ndryshuar komplet taktika e luftës. Sot më nuk ekziston asnjë lloj mundësie që ti të bësh një luftë, jo vetëm në Ukrainë, por kudo tjetër, dhe të mund të ecësh siç ecej më përpara, siç është parashikuar para 30 viteve, që ti bërje brenda javës të kapje 10 kilometra ose 20 kilometra.
Ti mund t'i bëje 10 km, 20 km për arsye se mund të sulmojë në një anë dhe armiku të vinte atje dhe ti përqendrohesh armiku aty dhe pastaj lëvizje në anën tjetër me trupa dhe shkoje. Tashmë ti nuk mund të përqendrosh trupa, në asnjë vend nuk mund të lëvizësh trupa pa u diktuar nga armiku në asnjë lloj vendi. Dhe gjitha kjo tashmë ndodh në raportin e forcave. Dhe raporti i forcave bazohet mbi raportin e fuqisë së zjarrit që ti ke. Pra, çdo lloj lufte që zhvillohet, si kjo në Ukrainë, edhe ajo në Iran, edhe çdo lloj lufte tjetër e nesme që mund të ndodhi, ka të bëjë është e bazuar totalisht mbi raportin e forcave. Deri dje, raporti i forcave kishte një rëndësi, por bazohen mbi manovrimin e forcave. Pra, të gjithë taktika ushtarake dhe bazohen mbi taktikën e manovrimit. Pra, ti kishe raport forcash, e përdori raportin e forcave për të llogaritur fuqinë e armikut, por ama çdo gjë e bazohen mbi manovrimin e forcave të tua. E qartë. Pra, mbi taktikat e ndryshme ushtarake. Ndërsa sot nuk ka të bëjë me manovrimi. Manovrimi ka kaluar në fazë të dytë dhe në fazë të parë është fuqia ushtarake që ti ke. Pra kapaciteti ushtarak që ti ke për të goditur armikun dhe për ta mbajtur armikun të gozhduar. Dhe kjo ka të bëjë me fuqinë e zjarrit dhe jo më shumë se sa me fuqinë njerëzore, pra me aspektin e sasisë njerëzore. Nuk ka të bëjë me sasia, por ka të bëjë fuqia e zjarrit, sepse ti e mbulon me fuqi zjarrin në rast se ti ke një pikë për të marrë, ku ajo pikë për shembull është një togë, ajo toga ka 21 veta atje, dhe ti mund ta sulmosh të togën me 10 veta. Në këtë moment do thot dikush që ti nuk mund marrësh një vend që mbahet nga 21 veta me 10 veta. Është e pamundur. Por fuqia e zjarrit ka këtë mundësi, sepse ti me anë të fuqisë së zjarrit, me anë të artillerisë toksore, me anë të aviacionit, me anë të dronëve, atëherë ti mund t'i japësh nga ana e fuqisë së zjarrit këtij grupi që keti për 10 vetash, t'i japësh fuqinë e një kompanie. Pra, sikur të duket fuqia e zjarrit sikur ty po të sulmon 100 veta. Dhe e mban të gozhduar këtë 21 veta këtu. Dhe këtyre jep mundësi që të afrohen. Pra ka ndryshuar më tashmë. Pra nuk jemi te manovrimi, po jemi te fuqia e zjarrit. Dhe kjo fuqi zjarri ka të bëjë me bazën industriale. Pra kemi kthyer sërish në luftën e parë botërore ku ishte baza industriale. Pra ajo çfarë prodhon industria ushtarake, kush ka kapacitete të prodhoj më shumë armatime, më shumë municione, ai e ka luftën e fituar. Ai që s'ka kapacitete prodhim në industrisë ushtarake, ai nuk e ka të fituar sepse nuk e mban dot. Pra nuk mund të mbaj në mënyrë konstante në bombardim 30 ditë, po i detyruar ta mbash ta shpërndash të 30 ditëshin në 90 ditë. Pra një herë në 3 ditë të bësh bombardime. Kurse ai tjetri ka kapacitet të sulmojë çdo ditë. E qartë. Pra ndryshimi i këtyre gjërave të shkak të teknologjisë dhe të industrisë, jemi në këtë pikë ku aktualisht rusët po ecin ngadalë dhe për këtë arsye ecin ngadalë, sepse edhe ukrainasit ndihmohen me satelitet amerikanë, me satelitet evropian, pra edhe ata shohin, edhe ata po përdorin dronët, po përdorin ato kapacitete që kanë. Dhe ecja bëhet e pamundshme me hapa të mëdhej. Pra gjithçka bëhet e vogël, por ama është konstante dhe e vazhdueshme. Në asnjë moment prej fillimit të luftës deri më sot nuk kemi tërheqje të trupave ruse. Ka pasur në disa raste në vitin 2022-2023, po ishin në zona të caktuara. Prej vitit 2023, përfundimit të ofensivës së fundit ukrainase, prej vitit 2023 deri në 2026 jemi tash, për 3 vjet nuk ka asnjë tërheqje të forcave ruse. Pra ka vetëm avancim, pavarësisht se ti mund të thuash ecë vetëm 10 metra për një javë ose ecë vetëm 2 metra për një javë. Sërish është avancim, pra nuk ka tërheqje. Dritan, ndërkohë shkojmë pak sërish tek ajo e Lindsey Grahamit, sepse më shumë dua të kuptoj faktin që çfarë po ndodh me koalicionin e vullnetmirëve dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, cili ishte skenari që u tentua? Pra skenari është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të hynin në një luftë me Rusinë. Pra, të thyhej ai marrëveshja e Alaskës, apo jo? Absolutisht. Nëse do shkonte në këtë drejtim. Absolutisht. Pra kjo është kryesorja është të merrte Kongresi Amerikan dhe Senati Amerikan me projektigjin që do të propozonte dhe që kishte bërë gati Lindsey Graham, ishte që të ndërmerrte disa sanksione më të mëdha ndaj Rusisë dhe kryesisht ndaj vet Putinit dhe ndaj. Pra, në rast se ti do merresh sanksione si Senat, si Kongresi Amerikan ndaj Putinit, automatikisht kjo ty të çon në një konflikt direkt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe priste çdo lloj marrëdhënie. Pra, ideja ishte që duke vënë sanksione mbi presidentin rus, të priste çdo lloj marrëdhënie direkte midis Putinit dhe Trumpit. Po, në këtë moment ti ndërpret komunikimin dhe në moment që ndërpret të komunikim, pastaj ke të lehtë të ndërtosh çfarë lloj narrative që të duash më mbrapa. Dhe dyta propozimi ishte që të kalohet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të japin licencën Ukrainës që të prodhojë raketa Patriot dhe ta ndihmojnë në prodhimin e raketave Patriot. Pra kjo e fuste direkt në konflikt Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë. Kjo është e vërtet. Pra, dhe këto të dyja
Mundësia e vetëm për të eliminuar si është. Dhe po thua që kjo... Eliminon personin i cili po i mshon tek kësaj trajektore. Dhe jemi në pikën që aktualisht Dritan në Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten sërish në pozicion ku ishin. Absolutisht mbeten në raport me Rusinë, mbeten sërish në pozicionin që ishin. Ndërkaq në raport me Ukrainën, në raport me Ukrainën vazhdojnë të mbeten sërish në raportin që ishin. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk shesin armatim direkt në Ukrainës, ata e shesin nëpërmjet vendeve të NATO-s, pra të Bashkimit Evropian që janë vendet të NATO-s, cilët kanë pranuar të blejnë. Pra tashmë raporti që ka ardhur Trumpi kanë ndaluar, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk dhurojnë me armatime, po shesin. Pra kjo është logjika ekonomike e Trumpit, pra prevalon në presidencën amerikane dhe në Shtetin Amerikan tashmë logjika ekonomike. Nuk prevalon më logjika që ishte në kohën e Bidenit, logjika e aleatit. Pra jemi aleat, jenë në gjendje lufte, unë të ndihmoj dhe jepi gjithçka falas. Tashmë ka mbaruar ajo. Me ardhen e Trumpit prevalon logjika ekonomike për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë të kam aleat, po duhet ta blesh. Vazhdon, po themi Dritan, pra po jemi në këto kushte, cilat janë skenarët e mundshëm aktualisht të arritjes së një armëpushimi apo të vazhdimit apo dhe avancimit të një përplasje midis. Armëpushim nuk ka për të pasur në Ukrainë, armëpushimi mund të vijë vetëm në momentin që trupat ruse do të mbrin deri në lumin e Dnepër. Në momentin që trupat ruse mbrin në lumin e Dnepër, atëherë vetë rusët do ta ndalin luftimin, sepse nuk rrezikohen më, pasi lumi i Dnepër është një lum i gjerë, e ndan Ukrainën mes për mes, dhe në momentin që mbrin në lumin e Dnepër, atëherë nuk ke më asnjë lloj konflikti, asnjë lloj mundësie, sepse vetë rusët do ta ndalojnë luftën. Absolutisht do ta ndalojnë aty, sepse dhe nuk do ecin më përpara. Dhe në këtë moment do të kalojnë vetëm në luftë mbrojtëse, pra po kjo luftë që do zhvillohet në këtë moment nga lumi i Dnepër, pra Ukraina si në një anë, pra lumi i Dnepër është ky. Po. Pra siç e shihni. Në momentin që rusët vinë deri në lumin e Dnepër, atëherë Ukraina si ndodhen këtej. Atëherë këtu gjithë ky pozicionim lufte, atëherë çfarë do të bëhet? Do të bëhet në mjet artillerisë dhe dronëve, gjë që nuk përbën ndonjë problem të madh, pra nuk do të ketë më përplasje njerëzore direkte. E qartë. Sepse nuk ka si ta kalosh lumin, pra nuk e kalon me lumin, asnjëra pala as tjetra. Regjia, nëse na gjen një hartë pak më të gjerë, kjo është e gjitha, pra që këtu, edhe këtu edhe ndahet gjithçka. Do ndahet gjithçka, po i bie që Ukraina të humbi edhe atë potencialin e vetë gjeostrategjik nëse ndodh kjo. Ukraina, në momentin që kjo ndodh, Ukraina ndahet dhe Ukraina kthehet në një shtet të dështuar në kurriz të Bashkimit Evropian. Ja, pak a shumë. Ja, ky është lumi i Dnepër. Faleminderit regjia. Pra, po tentohet kjo dhe normalisht që rusët do tentojnë të marrin edhe Odesën. Pra. Edhe Odesën. Këtu pra t'ia bashkojnë kësaj pjese. Pra, lumi i Dnepër këtu do ta kalojnë dhe po tentohet sepse këtu po tashmë janë duke rrethuar Zaporizhën. Janë duke rrethuar Zaporizhën. Një qytet Konstantivka. Është këtu. Pra është marrë Konstantivka. Po që pse ishte gjë e rëndësishme në kuptimin ushtarak? Pse janë gjëra të rëndësishme? Sepse Konstantivka është qyteti i fundit i fortifikuar. Në zonën e Zaporizhës, që do thotë që me marrjen e tij, pas këtij qyteti nuk ka më zona të fortifikuara ku ushtria të mund të qëndrojë siç ka qëndruar këtu për shembull për 5 vjet. E qartë. Dhe nuk ka më zona të fortifikuara, duke mos pasur asnjë fortifikim, atëherë ti nuk ke mund të ecësh me shpejtësi se s'ke mundësi të mbrohesh. Të bësh rezistencë, pra rezistenca është shumë e pakët. Dhe jep mundësi këtij tjetrit para rusëve që të ecin më përpara. Është marrë kjo Dritan? Pothuajse është marrë. Pothuajse, okay, janë luftime. Shiko, në këto luftime, në momentin që hyn në këto qytete, në Konstantinovka, në gjitha ato të tjerat, mund të marrë 2-3 muaj, 4 muaj. Pra, në fund të shtatorit, rusët, sipas asaj, po të shohim me hapin që po ecën në fund të shtatorit e marrin Konstantinovkën dhe arrin edhe ta rrethojnë Zaporizhën. I shmangin futet në qytet sepse Zaporizhja është një qytet i madh me 1 milion e ca banor. Nuk është i vogël. Nuk është se banojnë gjithë, pra një pjesë. Zaporizhja është aty ku është centrali nuklear, ëh? Po centrali nuklear është më poshtë, pra është marrë. E qartë. Është më lart Zaporizhja. Po mor Zaporizhja atëherë bëhet dalje direkte në këtë zonën e Dneprit këtu dhe po kalua këtu. Kjo pjesë te pasaj është e kanuar sepse është një pjesë e ngushtë ku kalohet shumë më kollaj se sa këtu, pra këtu ti s'mund të kalosh është e gjerë. E gjerë, okay. Këtu kalohet. Dhe mund të kalohet edhe në dimër. Përse rusët po japin shpejtësi kësaj në mënyrë që kur të fillojë dimri në janar në shkurt, trupat të kenë rrethuar Zaporizhën dhe të jenë në këtë zonën këtu. Dhe ka mundësi që në dimër kjo zonë edhe të kalohet. Dhe në momentin që kalohet rruga nga këtu pastaj deri në Odesa është e hapur sepse nuk ka më asnjë pengesë tjetër, nuk ka fortifikime, nuk ka asnjë gjë tjetër. Pra dalin nga mbrapa dhe çfarë bën?
Kjo dalje nga mbrapa është operacioni që rusët kanë bërë edhe në 44, në 45-ën, në 44-ën kur rusët ndërmorën ofensivën e tyre për të marrë Ukrainën, pra kur luftoi me Gjermaninë naziste. Të njëjtën gjë bën, nuk e morën Odesën duke sulmuar nga deti ose këtu, por nuk e morën nga këtej poshtë? Jo, morën Zaporizhën dhe kaluan nga Zaporizhë, pasi morën Zaporizhën, pasi morën Donetskun, morën gjitha këto zona këtu, dhe pasi morën Zaporizhën atëherë nga këtu kaluan sërish dhe erdhën nga lart në drejtim taj. Pse erdhën nga lart? Sepse duke kaluar këtu, të gjitha rrugët që vinë për armatimin, vinë këtej, shihni. Rrugët e armatimit janë këtu dhe në këtë moment ti mbulon këto rrugë armatimi aktualisht me aviacion, poshtë e kushtueshme, kërkon kohë, kërkon. Por izolon që ti kalon forcat këtu. Sepse ky territor është i përket rusëve. Pra kalon forcat dhe sulmon qytetin e Khersonit. Qyteti i Khersonit është ndar për gjysmë. Gjysmën poshtë e kanë rusët, gjysmën poshtë e kanë ukrainasit. Dhe në moment që ti del nga mbrapa, atëherë ti e merr këtë qytet. Dhe në moment që e merr këtë qytet, atëherë duke mbuluar me artileri në një zonë, ta themi nga këtu, në një zonë prej 72 kilometrash, që mbulon artilleria, pra ti mbulon të gjitha rrugët e furnizimit në një rrezë prej 72 kilometrash. Pra e bën të pamundur që furnizimi që kalon këtej të vijë gjithë për Odesën, duke bllokuar furnizimin. Në moment që bllokon furnizimin e Odesës, atëherë automatikisht ti mund përparosh këtej dhe një mund sulmosh edhe nga deti. Dhe bën, pra, po zbatohet, po thuhet, po shkojë drejt planit që kanë pasur në 45-ën, që bën në 45-ën, por normalisht që nuk jemi në ato kushte, nuk kemi atë masivitet, sepse në atë kohë ishim luftë të përgjithshme totale, kjo është thjesht një operacion që u bë dhe ka të limituar numrin e forcave që ka këtu, pra 760.000 forca, kaq është. Këto 760.000 forca kanë rotacionet e tyre, ka vullnetar dhe vazhdon me rotacione, por nuk e kalon shifrën e 760.000 forcave. Për këtë arsye do të jetë shumë ngadalë dhe do të marrë edhe një vit tjetër luftë. Do marrë dhe një vit tjetër luftë, do marrë një vit tjetër luftë, do shkojmë te ky skenar. Dritan, por nëse shkojmë që rusët ndalojnë këtu, marrin dhe këtë, kujtohet ai skenari që ti the polakët mund të hyjnë tek pjesa tjetër, tek ajo krahina që ata. Shikoni, do të kemi në rast se rusët vinë në Odesa. Në rast se rusët vinë në Odesa, ndryshimet gjeopolitike do të jenë shumë të mëdha. Po këto ndryshime gjeopolitike pastaj nuk do të ndodhin më me armë, po do ndodhin me një marrëveshje, për arsye se vendet të ndryshme evropiane që ndodhen në këtë kufi kanë interesa të tyre gjeopolitike. Rumunët kanë interesa të tyre politike te Moldavia. Moldavia do ndahet sepse është Transnistria që është këtu, është e banuar me rusofolës, me pasaporta force, këtë e marrin rusët. Në moment që kjo ndahet, atëherë Rumania do të kërkojë bashkimin e Moldavisë me Rumaninë, sepse nuk ka më asnjë, pra, ndarja e një vendi çon në bashkimin e një tjetër. Po. Këtu pjesa tjetër është kjo Transkarpatia. Kjo pjesa tjetër që ndodhet këtu është banuar me hungarezë. Dhe hungarezët gjithnjë kanë pasur pretendime. Sepse në këtë moment Ukraina bëhet një shtet i dështuar, nuk ka më asnjë lloj aktiviteti dhe askush nuk mund të mbajë, pra vetë vendet evropiane nuk mund të mbajnë me Ukrainën me para për gjithë jetën e tyre, sepse kjo pjesë nuk prodhon më asgjë. Dhe ndërkohë është më i kollajt integrimi. Pra do të sjellin procese gjeopolitike të cilat nuk do të bëhen brenda NATO-s, nuk do të bëhen brenda NATO-s, por janë procese gjeopolitike afatgjata të cilat do të bëhen për një periudhë 25-30 vjeçare. Dhe në momentin që kjo ndodh, Ukraina pas 30 vitesh nuk do të ekzistojë më si shtet. Nëse shkohet deri këtu. Dritan, po shkojmë te harta e generalit Kellogg, i cilin në fillim të luftës e prezantoi se e kam parasysh kështu si fotografi. Po, që e ndante Ukrainën. Po.